Lelit Patidar, një 18 vjeçar nga India, ka hyrë në librin e rekordeve botërore Guinness për fytyrën e mbushur me qime, duke e vendosur një rekord të jashtëzakonshëm me 201.72 qime për centimetër katror të lëkurës së tij. Patidar është nderuar me këtë titull për shkak të një gjendjeje të rrallë të rritjes së flokëve të quajtur hipertrikoz ose sindroma e ujkut, një sindrom e cila shfaqet vetëm në 1 në 1 milion njerëz. Lelit ka pasur këtë gjendje që nga fëmijëria dhe aktualisht mbi 90% e fytyrës së tij është mbuluar me flok. Ai është një në vetëm 50 raste të dokumentuara të hipertrikozës që janë regjistruar që nga mesjeta. Patidar ka treguar se gjatë fëmijërisë së tij, fëmijët e tjerë në shkollë kishin frikë prej tij për shkak të pamjes së veçantë. Por pas bisedave dhe njohjes me të, ata e kuptuan se ai ishte i njëjtë si ata, vetëm se dukej ndryshe nga jashtë. Në një intervistë për Guinness World Records, Lelit shpjegoi se ai është plotësisht i pranueshëm dhe krenar për pamjen e tij dhe se nuk ka ndonjë arsye për të hequr flokët nga fytyra. Ai shtoi se edhe pse ka njerëz që e sugjerojnë ta bëjnë këtë, ai është i sigurt se është mirë ashtu siç është. Patidar ka krijuar një kanalin e tij në YouTube ku ndan jetën e tij të përditshme dhe përjetimet e tij me ndjekësit. Pas marrjes së rekordit botëror, ai tha: "Kam mbetur pa fjalë, nuk di çfarë të them sepse jam shumë i lumtur që kam marrë këtë çmim." Përveç shpalljes së rekordit, Lelit ka pasur mundësinë të marrë pjesë në shfaqje televizive italiane, lo show dei record në Milano, ku flokët e tij u matën për të konfirmuar rekordet. Lelit ka vizituar gjithashtu një trikolog lokal, i cili ka marrë matjet e sakta të qimeve të tij për centimetër katror. Ndërsa shumica e njerëzve që ai takon janë të sjellshëm dhe mbështesin, Lelit ka pasur gjithmonë përballë komente negative, por ai thotë se përballë këtyre komenteve, ai qëndron i fortë dhe i sigurt me veten e tij, duke u shprehur: "Nuk ka shumë për t'u thënë njerëzve për këtë. Unë u them atyre se më pëlqen si jam dhe nuk dua të ndryshoj pamjen time." Lelit është një shembull frymëzues i pranimit dhe vetbesimit dhe ëndra e tij të shoh botën dhe të përjetojë kultura të bukura po bëhet realitet.